Unë I kam 83 vjetë, pe fshatit Pasëm jam, Kongërës Voqëtërnës. Mirë jetojmë, mirë kemi jetën. Apo në ko. Kalujmë që shumë, si mja mirë. A mundesh me na kallëzu diçka për fëminin tonë? Për fëminin tonë, a mundesh me na kallëzu diçka? Për fëmin tonë? Për fëmini. Fëmini? Po, te kur je koni vogël. Kur jem koni vogël, shu se ka pasu kërallak ma shumë në shku se desh, se veshun. Cilat janë kënë do të mira atëherë? Cilat janë kënë ato të mira atë atëherë? Mëre, veç që këna posë bukë me hongër mirë o konë, se as bukë zojshë me hongër. Se s'kishe me s'ka me livru me kije jam me kual, kërgjë së bëjke heqë, tash traktorat. Tash do me thonë jeta në katën edhe shumë ma e letër se I ki mjetët, I ki traktorat, I ki sa. Kretë, që e kam traktorin e kretë blaqa, dhejmë që e s'kjepë, kretë I kam ble vetë. Do me thonë jo nuk e kine lëshu katu në neqë? Jo, asë nuk e lëshoj bili. Jas menën se kom me lëshuë. S'ka ki me shku në qytet, strehuash dikun, nuk I e tarë në kërka, s'ka ki që shki me jetuë, s'mon jetan. A jeta gjësysh, po, që me jetuë mirë. Punon katun, tukën, kanat bjonat, ma bjon, që në 23 që pa bika I maj. Deri t'i bojnë 800 kila nuk I shes. Kër I bojnë 800 kila, I shes I marë tjerë të I bija të ngrash. Dohna mirë me ta, po me punu e po, vëlla. I kam 2 djemë të shpia punojnë, besa dhe gratu një mëjnë. Unë e vesh ka I këqyri, më karësi. Jo tash, që edhe pak ma I vjetër, e ke kryte tonë në aty me punu. Po, vëlla. Tash 3 të kanë rënën. Po, elhamdulillah, për jalloj, po punojnë edhe ta, për vjetë e ka se mo për muë. A mundesh me akazu tash pak për vetën, kur je martu? A jene martu me mëset, që shukon ajo dita e martesës? Dita e martesës e kjesë për atëherë. Se? Me kjerë me kual, jam me kije, t'kjerim luat me shtaga, dhe që lyma da për mi. Ato shtagat, apo në konë. Po konë e zërshme, jase me qëllu e largë, po duke me kali, me jasit një pedë dhe t'kushe për bija e me bajtë në kryo dhe vjen në shpe. Edhe atëherë nuk e lashin, mu duke qika me djalla, se djalli me qik nuk I leja ishin, e shumë gabime kanë bo. Pse nuk ja ka, kër e ka marrë, s'u ka begeni, si ka honë hup. Ka nejtë 1 muja 2 me to, hup. E ku me jetë mo, sa ka që. Që se para konë me shtirë koha. So veta jeni konë në shpe atëherë? Na konë në vetë në shpe, me babe, me mizë, edhe grati, mija, në vetë na konë. Po, punën e ka desh, s'kemi hjeke, s'kur që. A kini pas atëherë, për shambull shtire dhe nusët, atëherë kam pas shumë ma shumë punë? Kanë pas shumë ma shumë punë. Pse veç ama kja njerit, pse më smeni muë? Ose qikës, ose rejës, ose nusës, pse më smeni muë? Mas më të një muë buri shka më ti? Jolla, dohet. Qa? Dohet më të një muë, dohet. Duhet, po ati duhet me një muë. Që atëherë dhe punët e katunët janë konë ma të shtira, kejt me dorë. S'keni pas për shambull mjetë të traktora atëherë? Që, po s'kena ditë s'ka traktori.
Jeta tash me mirë, me knaqen, vije knaqen, tash del ka dush. Anësh, kush nuk së të gjohë, veç tash, mirita ja mirë momja, ja mirë mjesi. Se, ja, nuk ka. Atëherë, për shambull, teshat që i keni vesh atëherë me tash, ka ndryshu shumë? Atëherë u konë vesha ndryshe. Qa kanë mujtë me mbaruar, nëna të se hallat të se tesha në gjunta. Që ato me i vesh, sigur u gresin që vitat të bëjshin trupin. Po du me të pyet edhe tash me bu një krasim gjenerata e re. Qa ka të mirë e qa ka të keqe, që si pas ti e kanë do sanet mira, atë do të keqe. Po e tash, toni kanë sanet më të mira. E rallëti që e ka punën e keqe, ja të sashëm në këqie. As femna, as moshme. Qojnë jetë mirë, kalojnë mirë. Nga të so. Qa menon për shambull për qiftet që bashkjetojnë, nashta nuk martohen, dohen mas do vjete? Aja keq. Duhet me menu krykuhe. Mëjsh me jetu, me resujtë me jetu mëse merë. As qika, as gjalli me bo probleme. Tash për shambull do të mira që janë është puna ma letë. Me letë, me tana me letë. Me krasu për shambull atëherë raportin që ke posti me prind të tu, që shjesil edhe tash, cilë është një dalim që e ke vrejë? Tash e shumë ma letë, ma mirë puna të nas. Tana ma letë, që zyotit tonë shnës, tonë punojnë gjithë kështë punë të vetë, a i këshyre dhe jetën. A menët që ka pos ma shumë respekt atëherë ndaj babës, për shambull e ka ngu ma shumë? E ka ngu një pashtut. Një pashtut ka rënua. Se tash edhe nuk pingojnë për e tatë shumë tritë? Jo, nuk pingojnë, valla. Po apet për vjetë e ka se kur të vje plesnja e din që ka pëll e i vje për shmanë. Atë ka dollë ty na i herë na i fjallë e babës tënë, na i kritik që a i ta ka dhonë që ka thonë e merë vesh ma vonë. Ma vonë e merë vesh se bëj ke pyetje, që ka bo, fëmija i babës, se nënë, edhe i kanë zekin dë kushi. Që nuk o regull, të nësi i falsin. Besa ka bova ki i kanë rej, se i edhe me se ke vëzëgjonë, qia, që konë vëzëgjonë të mira. A menën që tash rinia për marë nashta dhe rrugën e keqe ma letë, po bojnë gabime, nashta dhe pëndohen ma vonë që ta? Po i bojnë gabime, çdo kush bë gabime, po kur i bje për shbon, aja falet. Falet. Ti përmene edhe fëmijët e kështu, grunë të kajt e ke pas? Grunë të kajt e ke pas? Vajgurës. Pak largë pas karo, me shku me marë. Largë, valla. Largë, po e janë rata që ranë vëshrejata. O bonë se befna edhe qa po jetë të ka. Edhe e shqit kënë bajgur hajme detë. Marrë ke venë kopus 2 visë ma shumë. E rake ma mirë. E sot a ditë mesti kam vëshrej. Cili është ai qelësi i suksesit një martesës të mirë? Pra, diçka që edhe qiftet e reja sot duhet me bu? Po i bojnë të nëtë tash, janë matë kulturu, matë mirë, matë si femna, si mosli, si qënë jetë matë mirë. Për shambull, ti me grunë tone, qyshe ke kalu në farë
Jeni rok najhera, diçka, qysh e keni zgjedhur? Ja, se na rok. Hiç kur? Ja. Se atëherë mos me nguën njëri tjetrin, duke mu shkatru me njerë. Po. E tash më mirë. A ki nipa e mesa? Kam nipa e mesa. A më shpjegon atë djenjen që është me konë gjësh? Gjësh duhet me konë gjësh i rrafshëm, i mirë. Mos me mojt poj njëni tjetrit, po me e kalduhet sakt qysh është. Po. A i trajtoni ata pak ma bot? Shtë? Me ata silësh pak ma bot në shtë? Po. Ma bot se me të stirë së më të bëllë kur që. Po. Veç, del sa që atjetë shone ikë. Edhe ata po besoj silën mire, ju respektojnë juve. Po, bërë qarë verës, po. Cili është një mesazh që e kështë dhonë shikuesve tonë, një këshill si për gjeneratën e re, si edhe për të vjetrën? Gjenerata e re është shumë me mirë me të gjitha. Janë gjinjat kulturuëm, janë të pasën, besa se për para. Nuk ishe veshti kështu ja unë. Po tesha të kësia, se s'këna pas, si që ja ti marejke zhguna teshat leshta baba së nona shqikat, gruje. Kja mjetin e kanë po, jetë e keqe. Tash jetë e mirë me të natë mirat. Tash edhe du të me adit pak, me kënd falenderus që si kena që ato heka. Po qysh ja. Po valla. Gjeneratës vjetër, qaj kështë thonë? Gjeneratës vjetër nuk s'kan pas pej jenë këndë ata në ngështuëm, se s'kan pas mas shumë dhe pare s'ka pas. Kur kije pare, kije të na. E tash këtyne qaj kështë thonë, qa me bun plesni ata? Ata kanë benzine vetë. Po. Edhe e morën e qatë benzi, mos ja morshin fëmija të shpia, ja djemëtja, gratja dikësh. Po, nashta i shodhës ja morin benzi. Allah i ka të mangupi, edhe fëmija. Po dhaj nuk ka që ka bon, se si ja jap. Unë e marë gjithë benzije për Gjermënije, këtu i marë 120 erva, që ato 120 erva i marë vetë, tjera t'ja vep i fëmive. Qa do me bleti, qita. Sot shkova që atje një shqyture, hina, do jokëne për fëmijë të mira, për këshyri qmimi edhe terva. Për rrasi shkon aty një grue. Thash mëtër që kështë qmim a edhe terva, a veç jak një qitë reklam. Sa Allah jetë sakta janë. I jam vërë rrasmive, një ka një partesha treve. I pagua 30 terva. Lirë. Te përmene pensionin e prej Gjermanis. A mund është me nga kazu, kur ke dal jashtë, që shukon që aja eksperiencë? A i tërmen nuk konë lypke birëvi me qitë jashtë. Edhe shkova ulla i brova, kër o bon 15 të mërë thirja, edhe shkova për Gjermani. Punova 2 vjetë e gjysë, mas 2 vjetë e gjysë, u mërë dhe vëllau atje, edhe erdha unë për shpije. Po i rasë për shmonë që i erdha. Ta shqip që 2 djemi kam jashtë. A i e knaqën ju, jenë rritë fëmija, ata nuk e din që ka Kosova. Kur vinë,
i një Gjermanisht që full, kur për këna në Gjermani në shfetuan. Vdekje për njëri. Vdekje. Ata s'kthehen mo. Jetën e mirë, s'kthehen, punësohen. Edhe Vinë fëmijë. Kosovë shpesh ata? Vinë një herë në vetë. Edhe pas 15-20 mas shumët. Edhe kthehen shkujnë. Ose nashta edhe kur të rriten pak tani edhe mësohen me pune, me shkolle, ato edhe ato obligime nuk i lojnë, si japin hapësirë për me orë Po, nashta. valla. Atje të që i jesin se nuk rrinë tu, s'rrinë. So pëlqeja këtu as heja, as pija, as mësua. Jo mësujnë. A din shqip fëmija? Qyshja. Se në shpet lasin shqip familja. Po. Nona, baba. Kjo është më rëndësi, kushdo që është jashtë, çdo familje shqiptare me full gjuhën shqipe me rana në shtëpi për mos me u harru ajo. Po, duhet me, aja gjithë qysh me konë, e para pyetje, aja me konë që do të flasin shqip. Çka ti bëjsh? Po në fund, një fjali për mbyllëse, një këshill për shikus tonë. Një fjali për mbyllëse, një këshill për shikus tonë. Qa i kështë thonë shikusve tonë? Kuj me thonë? Shikusve të televizionit tonë. Televizionit? Po. Jo, televizioni i mirë. Po, jo, është i mirë se e shetë zakonin, qka flet, qka thot, shumë mirë është. Pra veç me vazhdu me këshyrë. Veç me vazhdu me këshirë edhe. Se shumë mirë. Atëherë, faleminderit shumë për këtë intervistë. Edhe. E besoj që keni kalu edhe jo mirë edhe na. Edhe ju kalofshi mirë, gjithë punofshi, gjithë jetofshi mirë.